I nderuar atë Nikola, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Pjesëmarrja në liturgjinë hyjnore është gjëja më e rëndësishme, është puna më e madhe që mund të bëjë njeriu. Vetë fjala liturgji do thot punë e përbashkët. Ne punojmë bashkë me Perëndin. Jo për Perëndin, se Perëndia nuk ka nevojë për punën tonë, po punojmë bashkë me Perëndin për shpëtimin tonë, për veten tonë. Prandaj pjesëmarrja në liturgjinë hyjnore është gjëja më e rëndësishme që mund të bëjë njeriu në jetë. Këtu, kur kryhet liturgjia hyjnore, zbret qielli në tokë. Dhe liturgjia hyjnore mund ta imagjinojmë si një reaktor bërthamor që ka energji të pashtershme që na jepet neve falas, energji jete, energji lavdije, energji perëndie, por është dhe një bombë bërthamore për kundërshtarët tanë, për mëkatin, për djallin dhe për vdekjen. Prandaj, etrit e Kish na thonë, shfrytëzoni çdo moment të liturgjisë hyjnore. Madje, jo vetëm të vinë këtu si spektator, sigur po shikojmë një teatr, një dramatizim, po të marrim pjesë aktive dhe të marrim misteret e shenjta. Kanonet apostolike janë në qoftë se një krishter merr pjesë në liturgjinë hyjnore dhe nuk kungohet pa shkak, aforizohet. Prandaj, duhet të kungohemi sa më shpesh. Jo thjesht 4 herë në vit, ose kur kemi ditën e Emrit, ose kur është ditë e Pashkës, a Krishtlindje, a çfarë janë festat e mëdha. Por, të jemi të përgatitur me besim, shpresë dhe dashuri, me pendim, rrëfim dhe agjerim, që të vim dhe të kungohemi. E rëndësishme e pjesëmarrja në liturgjinë hyjnore është edhe të dëgjosh fjalën e Zotit. Fjala e Zotit është dritë për këmbët e mia. Si do ecim ne në një vend të errët kur nuk kemi dritë? Si do ecim në këtë botë të mëkatit, të paditurisë, të ignorancës, të gënjeshtrës, ku ne nuk e dëgjojmë dhe nuk e zbatojmë fjalën e Zotit? Po si do ta zbatojmë kur nuk e dëgjojmë? Prandaj dhe pjesëmarrja në liturgjinë hyjnore i jep vlerë ardhjes sonë, sepse dhe dëgjojmë fjalën e Zotit. Krishti na flet. Është po ai Krisht që i foli atij populli jude 2000 vjet përpara, po ai Krisht tani me gojën e priftit që lexon Ungjillin na flet neve. Prandaj duhet kur dëgjohet Ungjilli duhet vëmendje maksimale. Nuk lejohet asnjë lëvizje, asnjë fjalë. Po flet Krishti dhe ne duhet ta dëgjojmë. Dhe çfarë na tha Krishti sot? Tha, shumë fjalë. Por ne duheshin kohë, duhet rinim këtu me ditë që të flisnim për gjitha fjalët. Po le të marrim një rjesht të Ungjillit sipas Johanit që lexuam sot. Dhe çfarë do t'i kërkoni Atit në emrin tim, do ta bëj, që Ati të përlëvdohet në Birin. Vëllezër dhe motra më Krishtin. Këto fjalë të Krishtit nuk na tregojnë neve një formulë magjike, që le të lutemi tani në emrin e Krishtit dhe gjithçka që ne kërkojmë, çdo teka jon, çdo kapriço jon, çdo marrëzia jon do të realizohet. Jo, ne nuk bëjmë margjin kish, nuk mësojmë formula magjike. Ktu kemi sinergji, bashkëpunim me Zotin. Ne i lutemi Zotit dhe Zoti na kërkon, por si duhet i lutemi Perëndis? Në emër të Jesu Krishtit. Ka shumë njerëz që i luten Zotit në botë, por jo në emër të Krishtit. Madje e quajnë panevojshmën emrin e Krishtit. Madje e quajnë sakrilegj, blasfemi. Por ne jo. Pse lutemi në emër të Jesu Krishtit? Sepse Ati njeh vetëm Jesu Krishtin si njeriu e përsosur, si Adamin e dytë. Se ai është i pamëkatshmi. Dhe ai është flija pajtuese për shpëtimin ton, për ndjesën e mëkateve tona. Dhe para Atit afron gjakun e tij, jo gjakun e kafshëve,
që fatkeqësisht ka njerëz dhe fe që i bëjnë dhe sot e kësaj dite dhe mendojnë se kështu do t'i dëgjoj Perëndia. Prandaj duhet në emër të Jesu Krishtit. Dhe kur lutemi në emër të Jesu Krishtit, ne jemi bashkuar me Krishtin. Dhe prandaj Ati na dëgjon. Dhe çdo të thotë të lutesh në emër të Jesu Krishtit, do të thotë që ti t'i kërkosh Perëndis jo atë çfarë ti dëshiron, por atë çfarë do Perëndia për ty. Shpeshherë edhe neve të krishterëve na ndodh kjo. Lutemi, por themi sikur Zoti s'dëgjon. Sikur Zoti është indiferent, sikur Zoti na ka jo me qef shumë, ose nuk do t'i bëj ato që i kërkojmë neve. Dhe në njerë themi ja, erdha në kish, u luta dhe në shtëpi, bëra dhe këtë sakrificë, por prap asgjë. Të dashur të krishterë, çdo lutja jonë në emër të Jesu Krishtit dëgjohet. Madje në shkrimin e shenjtë na thuhet, para se fjala të jetë në gojën tënde, unë e di çfarë do më kërkosh. Prandaj dhe kur lutemi, nuk duhet dhe shumë fjalë gjata që t'ja tregojmë Zotit, ta bindim Zotin, ta bëjmë për vete Zotin. Zoti e di, me fjalë të shkurtra, formuloje atë çfarë ti ke nevojë. Por, të lutesh në emër të Krishtit do të thotë lutesh me besim, se Krishti jeton, Krishti dëgjon. Të lutesh me pendim, si kërkon ti, o Zot më jep të kur ke mëkate? Si mund të shkosh tek ai që i ke borxh dhe i kërkon një borxh tjetër pa i kërkuar falje për borxhin e parë që nuk e realizuar, nuk e ke shlyer? Duhet lutesh me zemër të pastër, pa egoizëm, pa krenari, pa pasione, pa akmarrje, xhelozi dhe çmir, dhe të lutesh që të bëhet vullneti i Perëndis në ty. Shpesh njerëzit luten për lavdinë e vet, për egon e vet, për kënaqësitë e tyre, për akmarrje. Ka lutje nga më të çuditshmet. Pash një lutje që e kishte bërë njëri në Facebook. O Krisht, mallkoj serbët, sa ata nuk i duan shqiptarët. Edhe kush e thoshte këtë? Thoshte një krishter. Dhe i shkruajta, çfarë është kjo lutje? Krishti i thot, bekoni, mos mallkoni, doni armiqt tuaj. Edhe sikur ti quajmë serbët armiq, që nuk janë të gjithë armiq, se në atë popull ka dhe miq, ka dhe shenjtor. Madje edhe kemi një rast të përzier. Kemi dhe shenjtor shqiptar në Serbi, Angelinën. Kunatën e erojit të madh Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Por, ja pra njerëzit çka kërkojnë. Ose marrëzira tjera, o Zot, të lutem të fitoj jackpotin. O Zot, të lutem të fitoj partia ime, fitoj skuadra ime. O Zot, vrit armikun tim. Këta janë marrëzira. Me këto do merret Krishti. Këto do plotësoj Krishti. Ose, o Zot, më lidh me atë vajzë, me atë djalin se më pëlqen. Dakord, po jo të pëlqen ty se edhe do bëhet, se mbase nuk janë për njëri tjetrin. Ose e tjera pa fund, kërkesa marrëzira njerëzore. Dhe kur Zoti hesht në marrëzit ton, ne themi ai s'do na ndihmoj, ai s'na dëgjon, ai është i shurdhër, madje ai s'ekziston. Dhe nuk vijmë në kish. Dashur të krishterë, Zoti dëgjon dhe përgjigjet. Gjithmonë lutja ka një përgjigje. Çdo lutje që themi në emër të Jesu Krishtit përgjigjet. Ajo që kërkon do të bëhet. Ajo që kërkon nuk bëhet se nuk është mirë për ty. Ajo që kërkon do bëhet, po prit. Ka kohën e vet. Do durim. Prandaj, ashtu si një prind nuk i plotson çdo tek fëmijës vet, se e do fëmijën dhe nuk do ta mësoj të dhastuar, por do ta mësoj ashtu siç duhet dhe t'i japi gjë që është e shëndetshme për shpirtin dhe për trupin dhe për jetën, kështu vepron dhe Zoti. Kështu që ku ne i lutemi Perëndis në emër të Jesu Krishtit, të lutemi për ato që janë për shpëtimin ton, për të mirën ton dhe për lavdit Perëndis. Pra që biri të lavdërohet në Atin, thot, çdo gjë duhet ta bëjmë për lavdinë e Zotit, se dhe Zoti bëri gjithçka për neve. Prandaj, të dashur të krishterë, siç thot edhe Shën Johan Gojarti,
Mos thuaj se je dëgjuar nga Perëndia kur lutja jote ose atë që ke marrë kërkon. Shpeshherë Perëndia dëgjon pikërisht duke mos ta dhënë atë. Është i çik e vështirë për ta kuptuar. Thoshte një shenjtor, sa herë që i kërkova Zotin me këmbgulje, diçka u pendova, sepse nuk më doli ashtu siç duhej. Ne i themi Zotit, ma bëj këtë, e dua këtë. Dhe ndonjëherë Zoti realizon këto teka tona. Pastaj kur e marrim atë, pendohemi, s'më doli ashtu siç desha, ai person nuk ishte ai që mendova unë, kjo punë nuk më funksionoi, dhe themi, pse o Zot madhe, ama kërkove me këmbgulje. Prandaj, si duhet lutemi? Si u lut Krishti në kopshtin e Gjetsemanit? O atë, largoje prej meje këtë kup i dërimi, po jo si duon, po si don ti. Prandaj ne mund t'i kërkojmë Perëndis me përullësi, me besim, me shpresë, por me vullnet të lirë ndaj Zotit. O Zot, u bë vullnet yt. Vullneti i Zotit është vullneti më i mirë, e mira më e mundshme që mund marrim me këtë jetë. Prandaj, kjo është lutja që dëgjohet nga Perëndia. Jo teka tona. Kështu pra të dashur të krishterë, le të bëjmë lutje në emër të Jezu Krishtit. Por lutja të jetë me përullësi, me pendim, me shpresë, me durim dhe ta lëmë të lirë Perëndin të bëjë atë çfarë është e mirë për ne. Sepse Perëndia di se çfarë kemi nevojë, e di të sotmen, e di të ardhmen, e di të përjetëshmen. Prandaj themi, u bë vullneti yt. Amin.